secili subjekt politik Kosovë në mënyrë selektive e bë këtë punë. Është shumë vështirë me ardhur outsider për jashtë, edhe pse mundesh me qenë figurë e njohur intelektuale ose mundesh me qenë figurë e njohur nga bota shoqërisë civile apo bota akademike dhe mos me fitu vota, sepse politika nuk shkon me akademinë bashkë në Kosovë, po nuk shkon as me biznesin. Është interesant që ka dhe biznesmen që mënzi arrin ose pa përkrap e lideri s'ka mujt me arrit, ndërsa edhe në formate tjera kanë mbri. Me qenë financuesi i partisë politike, po, me dhënë buxhet për partinë, në është i kishin përkrah. Domthonë përkraja nuk është gjithmonë e barabartë, është pra selektive. Secili subjekt politik Kosovë në mënyrë selektive e bë këtë punë. Fatkeqësisht domethënë ka shumë individ të zot brenda subjekteve politike që cilët mundin me kontribu shumë ma shumë. Për shembull, unë kisha pas dëshirë që Fatmira Kollçaku të jetë pjesë domethënë sërish e kuvendit Kosovës, sepse është një zonë e cila shumë është e dobishme për kuvendin e Kosovës, po ka edhe të tjerë, po vlerëson e merreni vetëm një temë merreni parasysh. Qysh Donika Gërvalla mundet me marr vota në lëvizjeve të Dosje dhe Mimoza Kusari. Kjo lista guxo dhe alternativa që s'kan kurfar elektoratit të vet, për shembull të vetin të veçantë, por ata gjithmonë fitojnë sepse kurti dhe të tjerët i ndihmojnë, ata lobizojnë për ta më shumë, dhe ata duhet me konë si zonja Gërvalla, si ajo tjetër, dhe duhet me konë pa tjetër, duhet me konë duhet me bëhe deputet, edhe ta është i peshini që çka po thamone, nuk po këta i ki shumë vështirë mi dallu në Kosovë, se këtë janë gati të njëjtë, ka formati veprimi që veprojnë lider politik Kosovë, dhe më thonë, njëjta formë, veç paketimi pak ma ndryshëm, për ndryshe krejt është e njëjtë që ka bojnë, domthonë edhe kjo është shumë brengose se për demokracinë dhe zhvillimin edhe pluralizmit politik dhe ideor brenda një subjekti politik, se s'ka reformat, nëse i kini par deputet të në kohën, edhe deputet që të ricikluan 20 a ma shumë, aty s'ka kur që dhe më thonë, ajo është çështja këtë lideri që s'ka reformat e mbrëmshme, ju ata të shumë bukur e konstatut, shkoj individ të rritje edhe me hindi kush një subjekt politik, çfarë do të qoftë me tituj akademika, biznesor, pa e pas përkrojnë për brenda, nuk mund është ose dyqyshët me bo këtë punë, sepse ka pas ide që ty e dini që kanë ble edhe vota subjektet politike, prej antarësisë së qërë, edhe prej qytetarëve, ka asin edhe ka pas vepra penale të kësaj natyre ma herët. Unë mbaj më mirë shumë që ka pas shumë kësi temat të kësaj natyre të vlerës e votës 2007, 2010, 2012, edhe tash mund të ketë në mënyrë tinzare cilët nuk zbulohen nga prokuroria, për ndryshe blej vota dhe nga qytetarët individ. Edhe kjo, kush ka para dhe më tonë investon vetë, kjo është shumë e dëmshme për shtetin, por natyrisht që prokuroria ka njerë nuk i ka sytë edhe vesh në të naon që ka ndollë, mirë po pa raportu. Ju dini shumë mirë që partitë politike kur nuk raportojnë për dështimet e tyre të mbrëmshme, për shembull. Për këto dallaverat e mbrëmshme, asnjë subjekt politik Kosovë nuk deklarohet kur që ka pas blerjet e votës brenda